është një turne futsalli për fëmijë dhe ka sjellë një impakt jashtëzakonshëm tek fëmijët që merren me sportin e bukur të futbollit. Një bashkëpunim shumë i fortë dhe i mirë që kemi me detyrinë teknike të FSHF, kemi me Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit, e cila na ka vënë në dispozicion Parkun Olimpik Feti Borova. Ky turne ka si qëllim të promovojë sportin e bukur të futsallit, e cila tashmë është një disiplinë shumë e rëndësishme në UEFA. Një qëllim shumë të rëndësishëm, e cila është rritja e cilësisë së fëmijëve. Të krijojmë një hapësirë gjithë përfshirëse, ku fëmijët të argëtohen, të ndërveprojnë, të bashkëpunojnë njëri tjetrin. Se ne në planin tonë që këtë turne ta zgjerojmë. Impakti që ka krijuar turneu ka qenë shumë i bukur dhe interesi ka filluar më shpejt se ne e kishim parashikuar. Kemi interes nga ekipe nga Maqedonia dhe nga Kosova. Interesi ka filluar të jetë edhe jashtë Shqipërisë. Patjetër që interes kanë dhe klubet jashtë Tiranës, cilat do përfshihen pak nga pak sepse mundësia që turneu të jetë shumë i gjerë nuk është shumë e madhe, sepse kemi në dispozicion vetëm një sallë. Procedura e regjistrimit funksionon nëpërmjet aplikimit të lirë që bëhet pranë SHRFT-s. Afati i regjistrimit është deri ditën e martë.